Ashtu si Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, edhe Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë dyshohet se është përdorur si strukturë për pastrim parash, që përzier fonde donacionesh nga Katari dhe Kuvajti, me pagesa studentësh dhe burime të tjera financiare me origjinë të paqartë. Veprimtaria e dyshimt ka nisur prej vitesh në hundën e institucioneve ligjzbatuese shqiptare dhe lidhet drejt për drejt me profesorin Ramiz Zekaj, studiuesi orientalistikës dhe jurisprudencës islame, i cili ka përfituar pasuri me vlerë miliona euro të krijuara nga donacione të sipas portalit Prapaskena. Një nga rastet më flagrante është jetërsimi i godinës së Kolegjit Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë në zonën e Porcelanit në Tiranë, një pasuri e ndërtuar me fonde donacionesh, e cila në vitin 2019 përfundoi në pronësi të Ramiz Zekajt për vetëm 900.000 lekë. Gjurmët e kësaj skeme nisi në vitin 2011 kur në Tiranë u themelua shoqëria Talm Albania dhe Talm Group në Doha të Katarit, me objekt veprimtarie arsimin, kulturën dhe formimin. Selia e saj ishte në qendrën Zayed, një organizatë me karakter fetar. Aset kryesor i shoqërisë ishte pikërisht Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë. Shoqëria u regjistrua me autorizim të Hamad Ben Abdenabi, shtetas tunizian, ndërsa pronari Talm Group në Doha rezulton biznesmeni Gabim bin Saad Al Saad. Në vitin 2012 shoqëria ndryshoi emër në CIT, ndërsa në vitin 2013 pronësia kaloi te Ganem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari, shtetas nga Katari. Në gusht të vitit 2019 Ramiz Zekaj bleu kompaninë CIT dhe të gjitha asetet e saj, përfshirë godinën universitare për shumën simbolike prej 900.000 lekësh, duke marrë kontroll të plot mbi institucionin arsimor, që nga ai moment Instituti Kanadez i Teknologjisë ushtron një aktivitet të cilësuar si jo transparent dhe të jetë i dyshimt. Por ky institut nuk është aseti i vetëm. Një tjetër pasuri me vlerë miliona euro është shkronja në xhafzotaj të Durrësit, e krijuar gjithashtu nga fonde donacionesh nga Katari dhe Kuvajti. Kjo pasuri është regjistruar në emër të Ndriçime Zekajt, bashortes së Ramiz Zekajt, dhe administrohet nga vëllai i tij Rasim Zekaj. Shtypshkronja kamuflohet përmes fondacionit Millennium i ri 2, themeluar në vitin 2016. Fondacioni zotrohet nga kompania Sky General Trading me 52% të aksioneve, nga kompania Millennium i ri me 40% dhe nga Rasim Zekaj me 8%, i cili është edhe administrator. Pronare e kompanisë Millennium i ri është Ndriçime Zekaj, ndërsa Sky General Trading funksionon si agjenci imobiliare, duke investuar paratë e donacioneve në pasuri të paluajtshme. Administratori i saj rezulton por Rasim Zekaj, një personazh kyç në menaxhimin e këtyre pasurive. Rrjeti shtrihet edhe në media dhe shoqata bamirëse. Ramiz Zekaj kontrollon radion fetare Kontakt, shoqatën Gruaja, si dhe një rrjet dyqanesh, vilash, ndërtesash dhe apartamentesh, të regjistruara kryesisht në emër të bashkëshortes dhe vajzës së tij, shkruan Prapaskena. Ndërkohë në Kosovë, Rasim Zekaj është përfshirë në një dosje penale për mashtrim me fondet publike të bujqësisë. Ai akuzohet se përmes kompanisë Organic Herbs Kosova ka përfituar subvencione për bimë medicinale, por parat i ka devijuar për ndërtimin e vilave pa leje në zonën turistike të Stankajt në Pej. Dosja përfshin edhe akuza për rishfet ndaj zyrtarëve. Përfshirë ish drejtorin e AZB-s, Luan Statovci, i arrestuar në vitin 2021. Sipas dokumenteve, dëshmive dhe transaksioneve financiare, vëllezërit Ramiz dhe Rasim Zekaj, në bashkëpunim me shtetas nga Katari si Nawaf Mohamed Ali Humut Fawaz dhe Ganem bin Saad Magnet Al Saad Al Kuwari, dyshohet se kanë ngritur një skem të organizuar për pastrimin e parave të donacioneve në Shqipëri dhe Kosovë, në mbulesën e arsimit, bamirësisë dhe aktiviteteve fetare. Një skem që sipas denoncimeve ka funksionuar për vite me radhë pa ndërhyrje efektive nga institucionet ligjzbatuese.